Miq të dashur, këtë video që do ta postoj tani, shumicës nga ju nuk ka mu pëlqy e as mu hiq. Mirë po, është një realitet që nuk muj me qëndru pa e folë, sepse kam folë edhe tema tjera ndoshta shumë ma ndihshme se kjo, edhe pse muj mja po shere në kësoj interviste. Zgjedhja e kryeprokurorit të shtetit, të cilën e kemi pritur rreth 5 vite, mendoj që është veprimi më i dështuar i Këshillit Prokurorial. Pse? Siç e ka thënë kryeministri, pozita e kryeprokurorit është më e ndjeshme se sa e kryeministrit. Plotësisht është e vërtetë. U dash me prit disa vite për më bon Zena kryeprokuror. Zena ishte kryeprokurori i Prishtinës, prokurisë themelore e Prishtinë për disa vite, prokurisë më të madhe, që dikon 53% e popullsisë jetojnë në regionin ku ishte ai kryeprokuror, pastaj është truri i krejt Kosovës aty. Në udhëheqjen e tij jam i bindur dhe i sigurt që kur të drejtat e njeriut nuk janë shkel më shumë se në kohën kur ishte ai kryeprokuror i shtetit. Në udhëheqjen e tij si kryeprokuror i Prishtinës janë ndjekë për ndjek njerëz për vepra që nuk ekzistojnë në kodin penal. Janë nxjerrë dhe debu njerëz prej shtëpive shekullore pa urdhëresë gjykatës, në qillën e hapur, madje as shpërejtjen e rrymës të përgatitur ushqimin nuk janë leju me ndalë. Në udhëheqjen e tij nuk dim një rast që ka qenë në nivel të zbatimit të ligjit, pavarësisht kur e ka ditë që kush më shefet më saj, mirë po, në farë mënyre ka vepruar atë formën qysh pia bojna. S'ka qysh pia bojna. Qysh është e rregulluar me kushtetutë dhe ligj, me të drejtën europiane, me të drejtën ndërkombëtare. Zgjedhja e tij në krye të prokurorive, edhe nëse në këtë kohë sot do të jetë kryeprokuror, ka me pas reforma, ka me pas sundim të ligjit, ka me pas forcim të sigurisë juridike. Këtu kanë me qenë meritat të qeverisë dhe ministrisë përkatëse, por asnjëherë nga iniciativa e tij. Në kohën kur ka qenë ai kryeprokuror në Prishtinë, prokurorët kanë abuzuar me ligjin, e kanë përdor autoritetin dhe fuqinë që ka jep ligji për interesa që nuk i kanë shërby askujt pas një grupi të caktuar. I njëjti është edhe sot dhe ka me qenë tarme. Pse bre nuk o bon kryeprokuror Rasim Aloku i Ferizajt, që është një Giovanni Falcone? Pse bre nuk bëj kryezimi Prizrenit, një djalë i ri, që ka dëshmu në çështë Kosovës atje, që personalisht ju ka dalë përballë bandave të krimit? Pse bre su gjet një tjetër që ka dëshmu të paktën një herë që është nivel detyres, po gjet Zena, i cili ka dëshmu që është krejtësisht pasiv dhe i pafuqishëm. Jam i bindur, mendimi i personal, se nga 250 prokurora pasoj ka Kosova, cili të zgjedh, kish me prit ma shumë se so Zena. A unë personalisht jam i bindur që dhe referentat nëse ishin zgjedh, kishin me tregu për kushtim, aftësi dhe guxim atë më asaj. E përsëris, ndoshta dhe ja shoshërën këso që po tham, po unë nuk e kam fort dert sepse nuk po muj edhe s'po merr gjumi pa e thënë. Ai është kryeprokuror, do të jetë në të ardhmen, ne ka zgjedhur një komision, një organ, një autoritet kompetent, është dekretuar nga ushtruesa detyruese e presidentes, krejt në rregull për hajkuft, por si profesionist që bëj pjesë në sistemin e drejtësisë dhe sigurisë që më tepër se 20 vite dhe kam mija raste që kam trajtu, besimi im te ky kryeprokuror është 0. Për hajkuft, Zoti ndihmoft, kemi mundu me ndihmu se cili, me përkrah se cili, mirë po dhe mos me lën rahat
tuj që kallëzime penale, tuj inicu tema që i shërben forcimet të sigurisë juridike, sepse krahas beneficione që i ka si krye prokuror shpesher kam ju nxjerrë dhe kryt me përgjegjësi që janë nën kuadrën e kompetencës së tij. U lës u bëj thirrje ta përkrahmi, mirë po bëj thirrje dhe mos ta lëm të qetë në aspektin çka është kompetencë, çka është ligjore, jo të qetë, mos me lëm me fyje me kanos që nuk guxon në ndodhken asnjëherë. Mirë po mos ta lëm të qetë, të bojmë punë njerit, të kërkojmë llogari dhe një për njerit, sepse është një bardh që kur e ka apliku, kur e ka mush formular në aplikacion në dash me bomen. Shpesh herë kam ju nxjerr kryt goxha shumë prej kërkesave, qysh m'ja bo, mirë po, në moment që ka hynë në garë, duhet me bomen që njerëz kanë hale dhe ai që nuk do me mor ligjin dorë vet, ai kam ju drejtu zyres së tina. Prandaj u los si media, si shoqëri civile, si subjekte politike, si profesionistë, si qytetarë, si biznese, që hallet e juaja drejtonja prokurisë, e jo rollher edhe direkt në zyres e tij, kabinetet e tij, sepse është një autoritet që duhet më na bëjë zgjidhje neve si qytetarë. Mos ta lëm me nejt, mos ta lëm me punuaj çka don, por t'ja mbushim me zyren land, zyren e tij, po dhe zyret ja që janë në autoritetin e tij dhe të kërkojmë punë dhe forcim të sigurisë juridike prej tij. Inshallah, bindja ime e zbet është e gabueshme, inshallah koha dëshmon që ne kam gabim, po fatkeqësisht analizat e tilla s'kan tregu që kam qenë gabim asnjëherë, sepse për mendimin tim, cili do që të zgjidh kish me qenë shumë më i fuqishëm se sa ai, e është një rasim ma loku që shumë pak e nja. Kom pas rase me ton, në Ferizaj, ai ka dëshmuar njeri, që është vërtet një gjigant, po edhe shumë tjerë kanë dëshmu e që nuk vinë rënë asnjëherë. Kështu që për Hajkuft, mirë po për Hajkuft edhe për gjithësia që s'kemi me lënë rahat në aspektin ligjor e ceka dhe më heret, me kallëzime penale, me shkresa, me parashtresa, me ankesa, me mjete juridike që ligji nje, por edhe ju mos e lëni rahat tu kërku llogari përgjegjësi ligjore prej tina edhe me zgjidh problemet, sepse koha me zgjidh problemet me vetgjyqësi ka përfundu e ku është rruga më e drejtë është tek prokurori i shtetit. I ndihmov Zoti atij, na ndihmoft edhe neve, mirë po aja që dijone, ai njeri nuk më në qënë këtë barë, sepse është një barë shumë e rëndë. Mas po du të me pas dije, e krahas dijes, vullnet, e para dy këtyre që i përmenda guxim. Përmendimin tem inshallah i ka, mirë po, duhet me animu ka gjëna tjerë se veç vetaj, so ka më njohuri për atë njeri, as njëmë nuk i ka. Qofshin me respekt ku do qeni.